Ishin mira prona dhe një pjesë e shisheve të verës, arkave të verës, vinin ke Merlinda, po jo me verë, vinin me 200.000 euro. Pra, një vlerë në shishës, diçka e tillë. Ishte pa qartë kjo, arka me 200 që është flitet për arkën që është blerë apartamente, apo janë disa arka? Aty ose ajo nuk i din nga kanë ardhur lekët, aty vetëm i kanë ardhur asaj, e kupton? Ajo është përdorur, flasim për fakte. Ajo është përdorur si bankomat në farë mënyrë ku gjithë persona që përfitonin tendera në aksh dërgonin një lloj çoke, apo si shkojmë ne ke shtëpia njëri tjetër, për shkak që ka marrë shtëpi 3 lemi çok, po asaj ishte 200.000 euro. Pse zhdukën verën dhe jo? Atëherë historia verës është në momentin që SPA ka identifikuar edhe kantinën e verës që ndodhet pranë zonës në periferit të Tiranës, ishte vënë nga hetimi tatimor pikërisht një kontroll për shkak se nesër do të bëjë inventarizimi i gjithë shisheve. Dhe duke qenë se ishte bërë një paraprak. Ishte bërë një paraprak, duke qenë se ishte shumë vonë edhe operacioni, u lanë që ta bëjë të nesërmen. Në atë rast futen në lojë njerëz të familjes të Ergys Agasi, që është çuni i xhajës tij, Eno Agasi. Ai shkon te kantina verës, siç thonë burimet pranë burisë posaçme, për shkak se kjo çështje fillimisht u hetuan nga prokuroria e Tiranës, më pas kaloi në strukturën e posaçme, ka marrë rreth 600 shishe verë që llogariten në vlerën e rreth 1.3 milion euro. Ja shishe verë të cilat ishin marrë apo ishin sjell nga një vend i Bashkimit Evropian nëpërmjet një biznesmeni që merrte ai po tendera në aksh, që më pas pasuritë e tij janë të sekuestruara deri në këto momente, pra janë të ngrirura pasuritë e këtij personi. Ai ka treguar në fakt në dëshminë para prokurorisë posaçme që unë këto shishe verë i kisha porosi për t'i sjellë për shkak se isha unë personi apo ishte kompania ime në fjalë që kishte plotëson të kushtet për të sjellë këto shishe verë dhe më pas i dërgoheshin pra që nga i vinë këto lekë edhe kompania e verës ishte e licencuar, ishte e regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit. Pra gjithçka bëhet në formë të ligjshme. Dakor, vera është normale të eksportohet. Ku shkoj sepse ne bëhet një akriminal, kam parë ndiqen kamerat. Ti po thua ku shkoj pas sekuestrimit që u zhduk? Nga lajmet e juaj kam parë që ndiqet personi, kamerat e sigurisë rrugore. Ku shkoj? Ti ke fjalën ku u zhduk vera? Është shumë thjeshtë, vera u la në ruajtje deri të nesërmën mëngjes nga policia. Policia është e denoncuar publikisht, është fakti ditur tashmë, s'po themi në gjë të çuditshme, që drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit ishte emëruar pikërisht nga klan njerëzish. Po dakor, po nuk e diu ai verë. Tani do të runte drejtori i përgjithshëm i policisë me shërbime. Fakti drejtori s'ka qenë vetë aty për me shku me e marr. Pra, mund të jenë segmente të caktuara policinë e shtetit. Cili ishte veprimi, se ka dhe veprim hetimor policor, nuk ka vetëm nuk është përgjegjësia e policisë, ka përgjegjësia e timit hetimor. Po cili kishte veprimi i policisë së shtetit në raport me këtë ngjarje, ma thua dot? Referimi prokurori. Çfarë referoi? I vjedhjes së shishës të verës. Çfarë të bënte policia? Shkonte me imsikeqë gjën të verën. Nuk shkon do të imsikeqë gjurmon njerëz, jo shishë verë. Edhe personi që shoqëron, se personi se s'ka ikur nuk bëri këmbë. Po jo, këmbë duket një sasi. Nuk e di ju keni raportuar që shkonte sa shkonte vlera totale? 1.3 milion euro. 1.3 milion euro. Po, 33.000 euro gati një shishe. Thot edhe Benamete që si duket ai pas. Nuk ka lëvizur me këmbë. Po me këmbë s'ka lëvizur koleg, po ndoshta janë interesuar mjaft njerëz për të marrë këto shishe vere, ose ndoshta ka pasur shijen shumë të mirë dhe nuk e gjenin dot më në treg. Vera vjetër thonë kërceno. Ishte ndoshta edhe fjalët e popullit dalin ajër, nuk është si kanë thonë kodo. Megjithatë unë ju falenderoj këtu që ishit pjesë e emisionit, do doja, nuk e di nëse regjia është i ftuar tjetër, po